Kjo video shkon ekstra përgjithësi ngushlime, ty dhe këtë familjes e këtë popullit shqiptar. Më vjen shumë keq i kom postu këto video për shkak po deshta është me tregu sa njerëz pa shpirt ka, sot flisht ka shqiptar, sot pa besë ka shqiptar. Ngushlimi inshallah vllajën gjinat. Po kjo është një dhimbje shumë e humbje për këtë shqiptar, domethënë që një fëmijë hup jetën edhe shqiptar tjerë dalin keshin, shojnë, ofendojnë, lëndojnë. Më vjen edhe shumë vështirë dhe keq që kom postu këto video. Po dishta me kallëzu shqiptar vonon botës, sa njerëzit të thjesht gjak pirsa ka, shqiptar të thjesht, shqiptar pa besë, shqiptar që s'kan fytyrë dhe s'kan si besojnë Zotit, si tutën Zotit. Inshallah Allah i dënon onon botës, jo me dokumentet këshia, me do senet vështa, me do senet poshtra. Allah ju dënon familjarisht. Po jo dhe jeni dënum se jeni njerëz të dëgjuar, jeni njerëz pa moral, pa fytyrë, dhe njerëz që s'ka moral dhe s'ka fytyrë, spritet mirë diçka për tjetër. Falënderoj Zotin që unë jam shumë mirë, po bëhet sot që 5 ditë jam e kundërprer, ja kom nisë dhe një terapi e bëj, për shkak alkoolit, për shkak të senet që më pëngojnë mu. Edhe domethënë pritet çdo ditë mirë më mirë, falënderoj Allahun edhe Zotin që unë jam shumë mirë. Ju falënderoj këtë supportuesve të mirë, këtë njerëzve të mirë, ju rujt Zoti familjarisht. E këta njerëzit e këta që shkruajnë komente, bojnë që si senesh edhe shojnë, ledojnë, ofendojnë. Mos e merrni me ta se kof që merrni me ta, te keni me dije, keni me bo mazice këta. Edhe mos i leni rrugoshat, një qitë poshtë kërkoni nesh. Ju jeni, rrini vetvetja që ta që jeni. Respekt për të tonë. I love you.